Mësojmë një dua profetike. Duaja gjatë hyrjes në xhami. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Kërkoj nga Allahu i Madhërisëm, me fytyrën e tij të ndershme dhe me fuqinë e tij të përhershme, të më mbrojë nga djalli i mallkuar. Me emrin e Allahut, përshëndetjet dhe shpëtimi qofshin mbi të dërguarin e Allahut. O Zoti im, mi hap dyert e mëshirës sate.